Mirëmbrëma të nderuar shikues, dhe mirë se vini në një debat tjetër zgjedhor. Sonte do të flasim për garën për asambleë komunale në Viti dhe atë se kush e fiton këtë komunë në zgjedhjet e 12 tetorit. Sonte kam të ftuar 4 kandidatë nga 4 subjekte politike. Kujtoj se të gjithë praneshmet janë zgjedhur nga vetë partitë për të marrë pjesë në këtë debat sonte. Do të prezantoj të praneshmet. Këtu janë Basri Aliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mirë se vini. Abetare Veta nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, mirë se vjen. Valinda Shabani nga Lëvizja Vetëvendosje, mirë se vjen. Dhe Visar Demiri nga Partia Demokratike, mirë se vjen. Atëherë, zoti Aliu, do të filloja me ju, me që se jeni partia që keni qenë në pushtet. Do të mund të ruani udhëheqjen në Viti edhe pas 12 tetorit? Gjysparë më lejeni të përshëndes gjithë shikuesit dhe qytetarët e komunës së Vitis, të cilët na përcjellin këtë mision të cilën e keni ftuar gjitha partitë e subjekte politike që garojnë në Viti. Lidhja Demokratike e Kosovës sigurisht që do ta fitoj prapë garën, sepse gjatë këtyre 4 vite ka dhënë shumë, domethënë ka në infrastrukturë, gjithashtu edhe në drejtime tjera si në shëndetësi dhe në arsim. Prandaj është e padiskutueshme kjo, këtë do ta vendosin qytetarët e Vitinjës se kush do ta fitoj, por kem shpresë që Lidhja Demokratike prapë do të jetë në udhëheqjet e komunës së Vitis. Zonusha Beta, do të jenë në pushtet edhe pas 12 tetorit. Nuk e besojmë një gjatë të tillë, pikërisht për fusha që i përmende edhe zotëria Aliu, për qeverisjen, sidomos në fushën e arsimit, në shëndetësi dhe në infrastrukturë, po edhe në fushat e tjera. Besoj që LDK-ja, sidomos në mandatin e fundit, më shumë ka bërë dëm në komunën tonë sesa që ka bërë mirë, dhe pas 12 tetorit kjo ka më vret, dhe në 12 tetor besojmë që do të ndëshkohet si pushtet dhe si parti. Zoti Demiri, çka pret LDK-ja? Nga që po shohim terani për ditën, besoj që LDK nuk do të vazhdoj me qeverisë komunën e Vitis. Qytetarët janë të tesh ndryshim, janë të kërkuar ndryshimin. Si parti kemi ofertën më të mira për ta dhe besoj që komuna do të ndryshojë qeverisjen pas zgjedhjeve të 12 tetorit. Se jeni kaq i bindur që do të ketë ndryshim? Ju thash që jemi në terren për ditë. Jemi takime me qytetarë vazhdimisht dhe kjo po shihet, kjo po kërkohet për ty. Po Vetëvendosja si e sheh fatin e Vitis pas 12 tetorit? E para, kandidati prej radhëve të LDK-s potencoj që janë të bindur, mirë po ajo çfarë shihet në terren është që kandidati i tyre apo kryetari tashmë në ikje nuk është që po e reflekton këto. Siç e dini, i kemi pas 2 debate televizive që ai ka hezituar për me marrë pjesë në ato debate televizive. Kjo tregon që ai thjesht po ik përgjithsisë dhe duke marrë parasysh gjithë qytetarët po besoj që e kanë përcjell seancat e kuvendit komunal, ku në seancën e fundit që i kemi pas në muajin korrekt, e din shumë mirë që ai ka ik edhe raportimet të informatës së punës së kryetarit që e ka pas obligim ligjor me sjell në kuvend komunal, mirë po ai ka ik. Në rast se kish punu drejt dhe në rast se kish punu për qytetarët, ai kish pas edhe çka me shpalos. Besoj që është koha dhe është momenti më shumë se kur që qytetet e Vitis më ju kthy dinjiteti, më ju kthy qeverisja e drejtë, të qeverisja transparente, dhe kjo natyrisht që do të vije me kandidatin tonë apo kryetarin e ardhshëm, doktor Arsim Ademin, i cili tashmë vetë se ka tregu vizionin e qartë për qeverisjen e tij. Dalini se kemi kritik nga këto që u than, apo do të vazhdoj me pyetje tjera? Unë do të filloj me këto akuzat të cilët u bën ndaj nesh dhe do të mundona të arsyetoj me ato me argumentet që kemi. Kjo qeverisje në arsim, shëndetësi, s'pedi ka për morën këtë mënyrë sepse arsimi nuk është në gjendjen më të mirë në të kuptimit, po është puno shumë, u investu kohë shumë, janë rregullu infrastruktura shkollore, janë bë izolimet e shumë shkollave me eficiencë në energji, domethënë janë renevu edhe ato ku ka pas nevojë, mandej e kemi
rastin e fundit që gjimnazin Kovendi Lezhës o thuese është prej fillimit, dhe më thonë renovimi është ba detalj, kështu që nuk mendoj që ka këtë kuptim këtë qeverisje. Po dhe më thonë janë të arritura këto në arsim, po që ashtu edhe në shëndetësi, sidomos në gjatë kësaj periudhe ju ndërtu 2-3 ambulanta të reja, mandej unë investu edhe në QKMF, sidomos me fondin evropian që është ndërheq edhe lifti për të handicapum që mund të ngjiten edhe në katin e tretë. Domethënë këto janë gjitha këto janë të arritura të cilat janë bërë. Tanë mandej mund të themi që ka keq menaxhim apo keq qeverisje. Mendoj se i përket kandidatit PDK-s që përmendi, tha me shku, tha kjo është atëherë bashkë përdesh ka me shku, se na bashkë qeverisje indikon. Kështu që nuk më mendja Po në të garë jeni të vetëm, dhe me thamë, në të garë jeni të vetëm. Në të garë po tha po shteti i kalum, në atë kuptimin e kështu që kemi qenë vitet e mahershme, kur PDK-ja ka pas pushtetin, po ju keni kandidu si të veçantë. Po, keni rregulla me që tha me shku kjo qeverisje, këto s'pe kuptoj, këta sigurisht ka kanë konë në opozitë. Kur ju në konë qeverisje, ka kanë konë në opozitë. Qeverisja në nëspen kryetarin e komunës, gara është për kryetarin e komunës. Edhe kështu, sa më ndërlidh të keq menaxhimi. Ka investime për kualiteti i tyre me dyshu. Dhe rastin kulmi teknikës. Njerë, kulmin teknikës e ka qitë tokë. Rryma, pastaj, është fasaduar pas sistem të rrymës, dhe mund s'janë shtri kablat, e dim qytetarët, e dim krejt. Inkubatori biznesit në viti e ke fjallën. Në teknikë. Po të shkollë? Shtyria e konkursit është keq menaxhim. Lutem. Shtyria e konkursit për arsimtar Ti fletën për projektin të cilin nuk është përfundu. Domethënë po flet për projektin të cilët është në ndërtim e sipër. Po. Problem është i kompanisë që e ka ajo, kur të bëhet pranimi teknik i asaj, atëherë do të shifet. Po edhe nga raporti auditorit është thënë se ky projekt është zhvannuar dhe zotë. Po mirë, është zhvannuar për shkak shumë arsyeve, sepse ne kemi pas edhe pengesa mjaft të mëdha edhe nga qeverisja në qendër, sepse me kontratën kolektive ka dëmtu shumë komunën e Vitinës. Buxhetin brenda 2 vite, 2.8 milion euro ja ka marrë, do të thonë dhe i ka prish strukturën buxhetore. Një është këtë fakt që neve na ka penguar edhe në projekte të cilat i kemi nisur. Kto është edhe diçka më doksa. Nëse mundem. Tamam me mendimin e Betës, pastaj edhe të zëmë Shabanin. Se i përket arsimit, punë ndoshta janë bërë disa A ka pas arritje në vitin nga këto mbështetje? Në që ka shumë regres sa i përket sistemit arsimit. Sistemi arsimit në viti ka nevojë jashtëzakonshme për reformë, zotëria Lio. Është reformë strukturore së pari, pastaj edhe përmbajtësore. Po të flasim për strukturë. Sot për shembull në Edina, sepse kemi dalë në terren në secilën prej shkollave në viti, edhe shohim që numri i nxënësve ka drastikisht shumë. Përderisa numri i nxënësve ka numri i mësuesve ka shku të rrit. Edhe plus e saj sot, për shembull në Edina që ka nevojë për staf shtesë shkolla, si për pedagog, për psikolog, për mësuese asistente, mësuese ndihmëse, edhe është rrit numri domethënë i stafit shkollor, përderisa numri i nxënësve ka shku të u zvogëlu. Ndërsa investimet që janë bërë në disa shkolla të cilat është ditë që numri i nxënësve është zvogëluar në vend se të bëhet një ristrukturim i këtyre shkollave. Investimi që është bërë në gjimnaz është shumë i vënu, ka marrë shumë kohë dhe përderisa është investuar në gjimnaz, në shkollën në dëshmorët e Vitis, bërë goxha shumë dëmtime për shkak të ndërimit, domethënë të numrit të madh të nxënësve që kanë punu me 2 ndërime. Tjetra, se i përket sistemit të arsimit, si mëdhënësit sot janë të lënën anash komplet prej drejtorisë së arsimit, se i përket trajnimeve. Nuk ka as edhe një trajnim i cili ofrohet prej DKA-s. Nuk ka as një bashkëpunim në cilën DKA-t, për shembull në komunat e tjera na e shohim që bashkëpunojnë me organizata të ndryshme të cilat ofrojnë trajnime për mësimdhënësit.
dhe nuk ka vlerësim të punës së mësimdhënësve. I vetmi vlerësim që bëhet për mësimdhënësit është për shtatmarrës, e cila jepet një fletë urime për hajër, përderisa është një lloj organizimi kaos që bëhet për shtatmarrës, edhe asgjë tjetër. Do thënë, mënyra se si këta e konsiderojnë që është investim plus i keq në objekte shkollore, të cilat shumica prej tyre e kanë kulme që janë bërë sot me xhama, është një nxehtësi e papomën, një nxehtësi jashtëzakonshme që pas ditëve, sidomos nuk mundesh me punu në sidomos në kohë të tërë, edhe gjatë dimrit në vjeshtës ki gjithmonë, domethënë pikojnë kulmet. Domethënë çdo investime edhe pse po bëhen, edhe i jepën qindra euro, prap, domethënë janë investimet që janë bërë keq, menaxhimi keq edhe i paros publike. Ose për shembull e shohim në disa janë investuar në shkolla, pasi ajo shkollë është mbyll, sot prap nëse do të punu diçka do të më renovu komplet, sikur që erdhëm për shembull në Drogash. Është bën investim, është bë prap një investim tjetër për më shumë me shfryzu si qerda. Edhe prap e kanë përuru për shkak të fushatës, hajde ta përurojmë si shpejt, edhe nuk e kanë bë punën si do, sepse sot ajo punon me gjysmë orari, sepse mungojnë shumë vjete kushte për me mujt me funksionu si do. Tash mos flasim për konkursin e fundit që është katastrofë. Domethënë i ka krejt menaxhimi i shkollave, domethënë shumica e shkollave janë të dëmtuara për shkak se s'kam si mëdhënës mjaftueshëm në këto shkolla. Domethënë për shkak se i kanë zëvendësu, janë pushimet leonisës, janë probleme shëndetësore, edhe sot konkursi domethënë vazhdon hala derisa përfundoi zgjedhjet aku e di zote. Këto janë probleme që i thonë jo, tavan mendimin e Zinusës Shabanit, ka pas arritje kjo qeveri që e ka përkryer këtë mandat? E para, nuk doja që edhe kandidati për asambleë apo ish drejtore me funksionu në opinion sikur kryetari në ikje, që fillimisht investimet që nuk i ka bëu vet ai, me manipulu opinionin publik edhe me i shfaqsi investimet e tij. Leret që investimet që i ka bëu qeveria. Investime, për shembull, investimi i fundit ka qenë qerdhat. Na e dim që kryetari Sokol Haliti ka premtuar qerdhe gjatë fushatës së tij elektorale. Ka premtuar 4 qerdhe, për 4 vite nuk e ka bëu as edhe një qerdhe. Qeveria Kurti, domethënë, ka bëu 2 qerdhe në komunën të Vitis, investime këto që janë bëu prej qeverisë Kurti. Kena shumë investime tjera që janë bëu prej qeverisë, që del kryetari në ikje, i shfaq si investimet e tij, dhe në anën tjetër e kritikon qeverinë për mos bashkëpunim. E kemi pas një rast shumë konkret, ku kryetari në ikje e ka pas mundësinë, e ka pas rastin me apliku për projektin që ka qenë banimi përballueshëm social, ne e kemi ngritur si çështje edhe në kuvend komunal, nuk ka shpreh fare gatishmëri. Po du me ripotencu që investimet që janë bëu prej qeverisë Kurti, domethënë për këto 4 vite është vlera dikon 18 milion euro. Investime këto sikur asnjëherë më parë. Nëse llogarisëm qeverisën e Sokol Halitit, aty nuk ka pas investim, aty ka pas improvizim, ka pas eksperimentim. Na e kemi pa, për shembull, e kemi rrugën që është rreth Lumit Morava, që është dështimi më i madh. Ai është eksperiment që ka është bo. Dhe pyetja është, po do drejtohem ty drejtar, si e çuni jo një investim, kur çaj investim nuk e lehtëson jetën e qytetarëve? Është gjendja e mjerueshme në komunë të Vitis, nuk është vetëm në çështjen e arsimit, është në shërbime më esenciale. Na flasim për një qeverisje e cila për 12 vite nuk ka arrit me zgjidh nevojën më bazike, çështjen e ujit pishëm. Edhe skandali tjetër më i madh, a din cili ka qenë? Ka qenë që në vitin 2021, kur ka ardhur pasqyrat financiare që na vinë në kuvend, kur ti e din shumë mirë, ka qenë për shembull që për çdo vit, në vend se më shku më rrit investime tek ngritja e kapacitetit të ujit të pishëm, kryetari Haliti ka shku të e ul këtë vlerë, dhe din që ka qenë edhe gjetje tek auditorit, te raporti i auditorit, kur këto parate destinume për ngritje të kapacitetit kanë shku në ndërtim të fushave. Dhe ajo që ka kemi pa na është mjerim në komunën të Vitis. Dhe unë realisht, sot kur dal edhe flas edhe para qytetarëve, andaj ju e them rastisht që doktor Arsim Ademi, unë besoj fuqishëm që do t'jetë kryetari i jashtëm i komunës së Vitis, sepse neve na duhet me ardhur një qeverisje e re, dhe kjo qeverisje e cila për 12 vite nuk ka treguar qeverisje të mirë në shërbime më elementare, nuk ka se qysh më na bind neve tutje që ka me qenë një qeverisje e mirë për qytetarët. Zotit Demir, ja ka pas Zotit Demir, me shumë hym të pjesa arritjeve. Çka konsideroni arritje dhe çka jo nga kjo qeveri që tashmë veç për kry mandatin, por që ju si po dëgojeshit në bashkëqeverisje me LDK-n.
Demokratike e Kosovës në koalicion ka udhëhequr me 4 drejtori. Edhe sipas Ministrisë të Administrimit Lokal, drejtoritë e Partisë Demokratike kanë treguar performancën më të mirë. Do të thonë resorti kemi pas ndal me LDK-n. Ne mund me dhon për qytetarët ne mendim për drejtoritë tona. Ato së resort që i kemi udhëhequr ne. Kurse sa i përket investimeve, shumë zyre që lidhen me investimet i hanë zyre të lidha me zyren kryetarit. Do të thonë përgjegjësia është e kryetarit, ne nuk kemi pas kryetarin e komunës, por në drejtoritë tona ku kemi udhëhequr ne, besoj që kemi treguar një performancë shumë të mirë edhe jemi munduar që përmes këtyre drejtorive sadopak t'ju ndihmojmë qytetarëve, t'ju kryjmë shërbime pa dallim, qoftë partia apo çfarëdo qoftë. Besoj që si PDK investimet janë qeverisjes PDK-s që ndrushme prej kur ka qenë pushtet PDK-ja. Kurse gjatë kohës këtij 12 vjeçari sa ka qeverisë LDK-ja, na e dim që investimet kanë qenë nuk janë bërë në mënyrën e duhur. Kjo është opinioni këtë qytetarëve të komunës Vitis. Prandaj i duhet një qeveri që i kushton rëndësi investimeve të qëndrueshme edhe mirëmbajtjes së këtyre investimeve. Përndryshe pa mirëmbajtje nuk. Sot e kthejmë sot lidh një replik të bën shumë akuza për arsim për mungesën e kushteve, mungesën e reformës. Zoti Shabani tha se shumë investime janë bërë nga qeveria, jo nga komuna dhe zoti Demiri po ashtu për punime pa cilësi. Në se cëllën përgjishna nga pak, ma kujton dikon ku mujt me arru, po kështu ka për dëgjoj për më duke që si janë të jetu në viti. Nime për më duke që të s'po jetu në viti. Veç mos ndërhy, se nuk ndërhy na unë, edhe kisha pas dëshirë me ndërhy. Njën e nëne dëgjoj me thonë se nuk ka mësillon zbalë, nënën tjetër thot janë mungesë mësimdhënës. Do të thonë këto të lutëm prit sistemi strukturor. Kur krijon klasë ma shumë se sa që duhet, pasi ka mungesë mësimdhënësve. Vetë ta shpjegoj këtë pjesë. Ai po s'kishte nevojë më shpjegoj mos, unë vetëm kam drejtori i arsimit, i di këto sana. Edhe kështu që nuk ka nevojë për atë shpjegim, po du më të përgjigj në pyetje. Për qytetarët e kam se ju e di që e dini shumë mirë, po për qytetarët e dinë edhe ata zvoglimi i nxënësve nuk është problem i jonë, i qeverisjes tonë, është për zvoglimi i natalitetit, ikja e qytetarëve jashtë vendit, fakt që është zvoglimi i nxënësve është, po një udhëzim administrativ ka ardhur që i ka zvogluar dhe klasën me numër më të vogël, në mënyrë që mos t'i lënë mësimdhënësit që kanë pas kontrata, mos t'i lënë pa punë. Më thonë këtu ka qenë edhe prej qeverisë që ta kalon kodin me numër caktuar mësimdhënësve, dhe ti e ke plotësuar atë numër. Ky personel arsim orash vendos aty ku duhet apo ka realisht u vendos aty ku duhet, ku ka pas nevojë. Kjo tash zonjusha Beta tha se nuk ka pësu pozitat e rëndësishme në arsim. Se do me zvoglu numrin e punëtorëve. Jo, nuk thash me zvoglu. Do është me menaxhu më mirë, sepse sot ki shkollat cilët e kanë 4 nxënës për klasë. A na e din që që ju zuzë thot, është 14 nxënës do të mi pas në fshatra dhe 22-25 mi pas në qytete. E dim që janë ka 4 nxënës, po na për ju afrojmë qytetëvarëve aty ku janë që mes me pas largësien e transportit ato. Për ato... Po dhe si ndikon kjo në cilësinë e arsimit dhe në socializimin e kulturimin e nxënësit, që aty kena hallin kryesor na. Dëgjoj, edhe atje në Kamenice bënë një mbyllën shkollat, po javë këthej... Po dhe prape kanë fillu reforme, prape kanë fillu në Prishtinë, vitë se ata nuk e bënë në mënyrë publika, kur fillan reforma, të lutna, me ndërhy, kur të bëhet reforme e përgjithshme, bëhet edhe për komunën e Vitis. Po do të bëhet? Po do të bëhet, kur do të bëhet? Pas guximin e bëhet? Po guximin...
Kur të veni ju e merr në guximin pra ndaj do të vim edhe na në pres 12 tetorit edhe do ta bëjmë. Larg kësaj jeni, kështu që ndjem materialisht kundër këtij jemi para tonë. Jo, se sa përfundohet, se pat edhe kurse çka investimet publike dhe çka Pi përmenin disa projekte, po s'pedim se s'pe përmenin sheshin që po dalin, po fotografohen. Do më thënë s'ka kur gjë të bukur, ta po vinë prej komunave tjera, prej edhe të huqë, asi ata krenohen me sheshin që e kemi. Sheshi ka ekzistuar drejtar. Sheshi ka ekzistuar. Nuk ka ekzistuar sheshi. Kur gjë keni bë komunikacionin. Nuk ka ekzistuar sheshi, s'ka ndryshu kur gjë. Sheshi veç rruga është mbyrë. Kurse sheshi ka ekzistuar. Ti e kon këtu i dim këtu i din këtë qytetarë. Për që ato që i dim ne po flasën. Për që ato mas pari keni mbyllë rrugën, komunikacionin e keni deviju që s'ka parkingje për qytetarë, është bo kaos. Nuk dënë mi pranu edhe ato të mira. Kaos e keni bo. Po unë i pranoj, po për shembull, s'ka me pranu. Pse s'pi Kaos e keni bo qytetin e Vitis. Se s'pi përgjigjen shëndetësi për atë që e ke pas drejtorinë që përshua, i kemi pas drejtorinë të ndamë. Do shmë ju përgjigjesh për anë shëndetësi. Ti përthu jemi kanë më të mirë. Në shëndetësi e keni bojkotu drejtoreshë, po e keni bojkotu drejtoreshën e dim, krejtë sa e keni bojkotu edhe keni sabotu. Nuk e diti aje kanë drejtor i Sokol Halitit, a drejtori këti... Unë jam konë drejtori i Partisë Demokratike të Kosovës. Jo, konë drejtori i qeverisë komunale të Vitinës. Institucionalisti e pranon atë, s'ka drejtor tjerë. Drejtori i qeverisë komunale të Vitinës. Edhe ju kumë shërby qytetarëve të komunës Vitis. Si kumë shërby Teresa Sokol Halitit. Nuk ka interesa Sokolalitit tonë. Unë i shërby qytetarëve të komunës Vitis pa dallim. Po që të thonë që si kështë e ki detyrim ligjor me ju shërby qytetarëve. Ajo kështë me qenë naive me thonë të këtën që si shërbej qytetarëve. Po këto kur pëthu... Po ti pëthu drejtori Sokol Halitit. Drejtori i qeverisë Sokol Halitit. Ashtu është. Sa Sokol Haliti ka mujtën me një nënshkrim me të largu me njëherë. Në më thonë, është drejtori ti, ajo nuk është me... Ti i konë drejtori i qeverisë Sokol Halitit. Edhe këtu s'kem diskutim. Sokol Haliti, ta përfundon replikët tjetërën që ka patë... publike dhe për projektet me qeverinë, që u akuzuat se... Po ndëgjo, kjo po thot që për qerdhe, po qerdhen kër e kemi ndana lokacionin për qerdhe, këto investimet i kanë quen në Kamenic. Po, qeveria i ka quen investimet Kamenic. Po dy qerdhe që... To dy qerdhe kanë qenë dërtume, shkolla, ka qenë ndërtume, edhe ajo tjetër, vetëm një në renovu. Adoptu për qërë? Po, për qërë janë, edhe ta i spedi investimi kujna u para, unë nuk jem të kuptu të le investimi kujna u konë. Nëse mundem, e para fillimisht i ndërum është shumë ofendim, na thonë neve nuk e di se ku jetoni, na e dim shumë mirë se ku jetojmë, edhe qytetarët e komunës së Vitis e din shumë mirë se ku jetojmë. Po, e din shumë mirë që në lagjën ku ti jetojnë, se cili qytetar ballafaqohet me çështjen e problemit të ujit pishëm. E para. E dyta, e përmenin sheshin. Sheshin e përmenin shumë mirë. A do këty e drejt me dalë në sheshin e Vitis, edhe kryetarin e ikje mu krenu me sheshin që e ka ndërtu, e në anën tjetër e ka bloku komplet qendrën e qytetit. Sa i hënë punë që ai sheshi qytetarëve të komunës së Vitis. A ka qenë më e rëndësishme me investu në nevojën më elementare të qytetarëve, apo ka qenë rëndësishme me dalë sa me boni fotografi dhe më dok mirë para opinionet. Me dalë me pa që në Shadërvanin e sheshit të Vitis ka ujë. Ki uj atë 24/7, mirë për në kafeterit e sheshit të komunës së Vitis, në secilin der shkruan që nuk ka ujë. Nuk ka ujë. E dyta, jënë të përmenë shumë tema këto, unë kisha dashur këto mos pajtime, këta dy kolegë që i kam pas gjatë qeverisjes së tyre 4 vjeçare me i pas shumë herët, parimisht nuk po më duket fare sinqert. Mos pajtime nuk po më duket e sinqert. Sepse ka pas mundësi që kjo shkolla për Veronit, palestra sportive, këto janë edhe projekte qeverisë që kanë zgjat me dekada. A keni mujt me ndërprer koalicionin qeverisës? Sa ka zgjat shkolla për Veronit? A keni mujt? Po. Edhe për shkollën e gjatë kjo përgjigje.
shkolla e Pozhëranit ka ardhur. Shkolla e Pozhëranit. Shkolla e Pozhëranit ka përfunduar. Jo vetëm shtroj pyetje, kush e ka vënë më shumë? Shkolla e Pozhëranit. Nëse i shkon LDK-ja nuk i shkry kor, as LDK-ja nuk i shkry kor. Pikërisht më ardhjen leja ta përfundoj. Pikërisht me ardhjen e qeverisjes vetëvendosjes, shkolla e Pozhëranit ka përfunduar. Kjo ka qenë prej vitit 2012, kur është bo projektimi për shkollën e Pozhëranit, edhin shumë mirë problemet që kanë qenë. Dhe këto janë problemet bazike që i ka pas në moment kur qeverisja e vetëvendosjes ka ardhur në pushtet, që ka gjetë shumë probleme, të cilat janë zvarrit projektet. Ti edhin shumë mirë, palestra sportive se sa vite. Edhin shumë mirë edhe problemin e palestrës sportive. Vetëm më leja ta përfundoj deri në fund. E para, po keni kundërshtime mes vete, thash. Jo na kemi kundërshtime me juve. Në rast se i kishi pas të sinqert, jo vetëm leja ta përfundoj, në rast se i kishi pas të sinqert këtë kundërshtim, koalicioni nuk kishte me qenë i suksesshëm për një mandat qeverisës. Sinqert kyçe në autostradë. Kyçe në autostradë, ka qenë sinqert. Po nejna të fol për qeverisjen lokale, edhe për kyçe në autostradë kemi përgjigje, edhe për kyçe në autostradë. Po don tash po shumë rregull, po përgjigjem. E para te kyçja e autostradës. Te kyçja edhe për ujin e pishëm kemi plan programin qeverisës, që dhe doktor Arsim Ademi vetë e ka shpalosur dhe do e shpalos. Edhe i kemi premtimet tona nuk janë premtime ndoshta prej partive tjera që synojnë në komunë të Vitis me u bë ndaj projekt madhor. E para, ajo çka duhet me u bë në komunë të Vitis është që qyteti me qenë funksional dhe qyteti me qenë në shërbim të qytetarëve. E para, dështimet e qeverisjes, që këta i kanë pas koalicionit qeverisës, nuk munden me mbulu me temën e kyçjes në autostradë. E para, çështja e kyçjes në autostradë, në moment që kanë qeveris partit koalicioni bashkëqeverisës, kanë dhënë vendim për mu bë kyçja në autostradë, mirë po, vlerë dhe shumë financiare nuk kanë ndodhur për atë kyçje. Dhe ajo që ka ndodhur me kyçjen në autostradë ka qenë tek projektimi, që është bë gabim. Komuna? Me do vlerë qeverisja që ka qenë qeverisja e LDK-s që ka qenë atë kohë. Po. Dhe në moment që ka ardhur qeveria Kurti, në moment që është bë projektimi, fillimisht në projektim, mandej kanë hasë në disa probleme që po marrin kohë me u zgjidh. Siç është çështja e disa pronave që duhet më shpërfaqësuar. Mirë, po ajo çka është më e rëndësishme, ajo që ka që kanë filluar me punu, pa u zgjidh ato probleme. Ajo ka më përfunduar. Se kanë filluar me punu. Është kjo, po kanë filluar me punu. Çish pa u zgjidh ato probleme që filluar me punu, edhe herë do kur ajo autostradë ka më përfundu. Jo përfundu, si shkolla Pozhëranit 8 vjet, jo, po nuk është në rregull. E para, shkolla e Pozhëranit nuk është në rregull që dështimet e qeverisjes që i keni pas në nivel lokal mu mundu me imbulu me këto tema. Ka qenë projekt i qeverisë Kurti, apo toni. Shkolla e Pozhëranit nuk është nisë pa qeveria Kurti. Asfaltin Gjilan Klokat. Ina të fol për qeverisje lokale. Po thuj investimet e qeverisë, që aty janë investimet e bashkimit evropian të dëllon qeveria Gjilanshi skalon nuk mundesh edhe prej fshatrave më kyç realisht është mirë fokusin me këtë në nivel lokal. Jo, është mirë që fokusin me këtë në nivel lokal. Edhe kur çështja e ujit, tajp çështja e ujit. Po, desha dhe unë mundalë të këpisa e ujtë. Do të bisedoj. Nuk është, dëgjo. Si kemi trajtu socialisht, që kemi bërë mandatin që po mbaron. Ne kur kemi morë qeverisjen, ka qenë një marrëveshje e cila u konë me CDI në lidhë, që u dasht me implementu. Pa mërë parasysh, sepse s'do të thotë pse ka qenë një qeverisje tjetër, edhe taj në ato projekte që në konë nuk do të mi vazhdu. Dhe më thonë, ka qenë në kompetencë mes qeverisë, edhe CDI-s, edhe komunës. Komuna obligimet e veta gjitha i ka kry. Në disa momente ka qaluën CDI-a, dhe më thonë, zvitërane. Për kundrazi, na kemi investu edhe jashtë asajna
edhe kemi bën rrjete si vitin e kaluar që kemi bën në Ramian, në Devaj, në fshat të ri, edhe në Radivajs. Pra investimin në infrastrukturën e rritit ujësjellësit. Ujësjellësit. Tash e kemi bën shpërndësimin në Letnicë të Pronës dhe ka dalë të nderi, do më thonë, procedurat janë kryket, vetëm ka me fillu taj zgjerimi i fabrikës ujt, ku është me vlerë dikon 6 milion e gjys, Pri kujt është dhe do botja? të pi bankës botërore. Po, pi bankës botërore, se investimi Dhe me bankës thonë, Drejtor, Ka 12 vjetë, drejt, asë një drejt, pikë ujë s'ka dalë për këtyre rrjeteve. Rrjete keni Kush ka bërë, të bën fal? ujë kërkësh s'ka. Banka Kush është të botërore, banka botërore. Janë që nuk shenë ka të e posë të Po kalhalite. se ka për, ndesh me di Se ka për detyrë, mos po do me thonë që se ka pas për detyrë. Qeveria e ka për detyrë ujin, se... Ka premtu i nderu. A ka premtu në fushate që ka me zgjidhë çështjen e ujit të pishëm. është hidromarava. I nderum. Në kodët kujna është hidromarava. I nderum. Të lutëm. Ka premtu që ka me zgjidhë, ka fitu zgjedhjen edhe besimin e qytetarëve mbi këtë premtim. Sokol Haliti 5 zgjedh këto. Çka e çuçi ka zgjedh? 6 milionë Kush po zgjedh? investime. Jo, i nderum. Sokol Jo, i Haliti e nderum, ka lutem. bën dërrimin e gypit. Sokol Haliti e ka Ai bën se- kotën e tipa ujë, Rrjeti ko, i 12 vjetë ujësjellësit. qeveria, Edhe ndërmjet kështu që Rrjeti i ujësjellësit në shumë fshatra i nderum. Fjolla Rrjeti i pastë. Rrjetet, ajo një logjika pikë është ujë, një gotë ujë ndras ne ujësjellës ti uve s'ka. Rrjeti i ujësjellësit, dhe janë rrjeti i ujësjellësit i nderum ka pas Një ujësjellës është në rishë komunë vitjes, por Para, a gjithë që dhe rrjetet e ujësjellësit, që është bo investime, shumica e të si shumica e punimeve që bo në komunë vitis, jënë bo me pranim e pa pranim teknik. Dhe e çfarë duhet me bo në shtrimin e rrjetit të ujësjellësit, duhet me fillu prej pikës 0. Prej pikës 0 do të me fillu, sepse nuk, unë e përmena shumë mirë, nuk ka investu as edhe një shumë. E vetëmi investim që e ka bo, të vetëmi investim që e ka bo. Ona jem agronome me profesion, ekonomiste e bujqësisë, shka do të të me këta. Inxinjerave që ato që në tipi di projekte. Nderum, nuk është mirë e para, nuk është mirë me kalu tash në kësi ofendime dhe në vlerësime të profesionet. Po mirë, po tipi pe ofendon profesionin e inxinjerit që 4 vite, e para, që 4 vite, unë i kom shërbyer qytetarëve të komunës së Vitisë, dhe në shumë mirë që kam qenë asambliste. Dhe ajo që më ka interesu, kanë qenë problematika dhe shqetësimet që qytetarët e komunës së Vitisë i kanë pas për secilën ditë. Për secilën ditë, tu i përfil çdo shërbime, tu fillu prej ujit pishëm, të edhin që shumë mirë, na nuk kemi mujt me propozu ose me u fokusu në fusha tjera, se s'kena mujt me të i kalu çështën e ujit pishëm. Dhe ajo që ka bo kryetari Haliti, kanë qenë improvizime, investimet që jënë bu shkele, shka. Na i kemi investimet, ki asfaltime që jënë bu. Investimin e fabrikës e improvizim, të lutëm, mos më projekte të cilat krymë. Se si eshe problemin e ujit, të cilë kanë me trajtu në qovë se ata vinë në pushtet pas dëmëtetorit. Po, në këtu jena të po të nkun vëq akuza dhe të tregu se gjendja është e keqer kur e dina si cile që gjendja e ujit të pishëm në qytetin e Vitisë, 70% e qytetit nuk ka ujt të pishëm. Edhe e dina këto krejt, edhe asë një projektojnë nuk është po të regon talon saksisht që kena me bo më për ujen. Ravinot Vislimi e ka plan programin e ti, e kena partia jonë, e kena bo një plan program, si të mos për ujen, e kena prioritet, edhe kemi paraqit qysh kena me zgjidh në një farë mënyre çështjen e ujit, nuk është as pak e lehtë, këto e dina krejt. Po një prej pikave kryesore është që kemi me bë liçenin e Budrikës, një liçen të vogël në Pozheran, rreth 100 gjule në krejt komunën e Vitisë. Budrika është zona ekonomike. Po në zonën ekonomike, cilën e kanë investu gabimisht, sepse na e dim që Budrika është pika më e ulët e komunës së Vitisë, edhe aty zakonisht krejt ujrat në tuksur mblidhen, edhe aty natyrshëm formohet një liçen. Me pak investime do të bëhet ai liçen. Dhe kryesorja është që do të bëhet edhe kanalizimet, cilat sot i kina për ara në për tokat bujqësore. Cilat janë ujrat e zeza, po ujrat e zeza dhe pastrimi, domethënë i ujrave në tuksore përmes kanalizimeve. Kjo ka me qenë pika jonë kryesore dhe prioriteti janë. Zona ekonomike, a këja planifikon një liçen? Këta kanë qelë grupën, këta mushin me ujë dhe që, qeni gofi. Ai liçen ka qenë,
Liçen ka qenë, sepse sa herë të rashin të reshat atmosferike, u bëjke liçen. Po ne e kemi qelë lumin Morava dhe kështu që më nuk ka aty ujë dhe ujë shkon të tje, dhe më thonë qytetarët e Budrigës për 2014 më nuk kanë pa ujë në përshpijat e tyre, në paraborat e tyre. Dhe më thonë kjo dhe më thonë jënë bëjnë investime aty ku i ka prek qytetarët, çdo herë jemi mundu që çdo investim ta prek çdo qytetar. Dhe kështu që për atë arsye dhe i ka marrë 3 mandate rresht Sokolhaliti. Po, 3 mandate, po flisni ende për problemin e ujit. Zotë Demiri, çka planifikoni ju për që të trajtoni këtë problem? Shkurt. Fatkeqësisht që për 3 mandate dhe Sokolhalitit dhe ne flasim ende për ujin. Thashë më herët as fshatin e Pitlindjes ka arrit me siguru ujin e pijes. Ka shti dërjete, po thojnë që se po ujë s'ka pa kush për qytetarëve. Edhe qytetarët nuk e kanë me rëndësi ato kush është ta inxhinierët po cili profesion, ata dojnë ujin e pijes. Dhe ne kemi program, kemi projekte për këto punë, me zgjidh ujin e pijes. Prioriteti i Partisë Demokratike do të jetë dhe i kandidatit të Bekim Azizi ujë i pijes. Duhet njëherë përgjithmonë që investimet të drejtohen në ujë të pijes. Për shkak se unë nuk dihen sa mandate i duhen Sokolhalitit për me marrë me këtë problem. Edhe sa mandate i duhen. Ne kemi një projekt qartë, kapshëm edhe ujë i pijes është prioriteti kryesor. Do të investoni në infrastrukturë, në rrjetin e ujësjetësit, në rrjetin e burimit gjithsesi. Si do ta realizoni? Kush do ta financojë këtë? Do t'i duhet ndihimin e nivelit qendror, donatorëve, organizatave? Sigurisht që edhe me ndihimin e nivelit qendror, po edhe me parate e komunës Vitijes. Normal që edhe nivelit qendror, sigurisht se do të shohim donacionet prej nivelit qendror. Sigurisht drejtori ka qenë edhe në përtakimin qëse, se e din situatën e ujit të pijës, do më thonë thashun atje u bën shpronësimi i lokacionit në Letnicë dhe u shpaltën deri dhe procedurat kanë kalu, do më thonë veç ka me fillu punën operatori, edhe për 6 milion e gjys do të ketë ujë për gjithë qytetarët e Vitinjës. Përveç tjerash, është edhe plani tjetër i Barlepent, që në vitin 2031 kam i përfshirë gjitha komunat e Anamaravës. Dhe më thënë edhe 2 mandate, se shumë po mduket janë për me prit na për uje. Do në ndotë jo, se kuptove, taj po 2031 të një mandate tjetër tani. 2030 shumë. I projekte fa gjatë. Po ndëgjo, se sigurisht në arsim jë mësue me këto sanë nuk je morën unë të Jo, më falin dhe rumë. Se për dhe nuk e toleraj, se për du nuk e toleraj, më na nënvlerësu dhe më na nënshmu në aspekt të profesionit. Jo, inderum. Nuk e toleraj. Nuk e toleraj më në atë neve, nuk e ki profesion këtë, nuk e ki profesion atë, jo se ki. Po shmi kuptu dhe shka jam të thonë mas pari. Fal për gjendjen reale që kemi në komunitet. Gjendjen reale jam të full. Unë tha gjendjen reale ujtë pishëm nuk ki. O bash prënsini. S'kujtë pishëm. Jo kem që jemi të pi. 12 vite, nuk na jemi të vite, 12 vite nuk e mund, 12 vite nuk e mund, me zgjidh çështjen e ujit pishëm edhe po beson, edhe po prit prej qytetarëve të komunës së Vitit më të besu ty që ke zgjidh për 4 vite tjera. E din, sukur herat e kaluar me edhe kësaj radhe. Jo, inderum, pikërisht është koha me unë është koha me unë dëshku. Po të kishte bo mirë, po të kishte bo inderum, po të kishte bo punë të mirë, kandidati apo kryetari juaj në ikje, nuk kishte pas nevoj me pas frikë me ballafaqu në emisione, inderum. Nuk kishte pas frikë me ballafaqu në emisione. Po të kishte punu mirë, Sokolhaliti, nuk kishte pas nevoj me pas frikë me dojnë në debate televizive me ballafaqu. Po të kishte punu mirë pe kundër kandidatëve. Shkafta pas me pas frikë se ata që gjotërit a i s'kan punu. As njoni s'kan punu, ajo zavend minister i arsimit, qka ka bo për arsim? 12 vite, inderum, 12 vite ka qenë në qeverisje, një
kryetar i nderuar, një kryetar i cili ka qenë në qeverisje për 12 vite, nuk ka nevojë me dalë me po fushat, sepse qytetari i komunës së Vitis e sheh investimin që e ka bë. I nderuar. Edhe subvencionet për qytetarët, domethënë aty, a kanë ministri, zëvendës ministri i po ka qenë zëvendës ministër. Ktu është problemi, çka ka pru për vitin. Po i nderuar. I ki masat prej qeverisë që u bën mbështetja. I nderuar ajo çka po ndodh në këtë debat është dështimet e veta, po mundohet me imbulu me qeverinë aktuale qeverisë. Ajo çka mendoj jo. Ajo çka mendoj jo. A dëshiron me ditë mendimin tim. Qeveria i thoi ka investuar 18 milion. Referendumi që ka ndodhur në qeverisjen qendrore në vitin 2021 është koha dhe është momenti më ndodh edhe në Viti. Edhe në Viti është koha dhe ky referendum ka me ndodh. Edhe nuk keni nevojë me u friksu kaq shumë. Unë e kuptoj. Jo po ti vet mënyra se çuçi tu debatu, po tregoni pa lloj frike i nderuar. Po të kishte qeverisë mirë kryetari juaj, po të kishte qeverisë mirë, nuk kishte pas nevojë me dalë me mbrojtje, po kishte fol vet puna e tij bre i nderuar. Ti po mbron ato që s'ka punu kur gjë. Edhe kena tu fol për qeverisje lokale. Mbrojt ato që s'ka punu kur gjë, i cili kandidatin që na e kemi, i cili ka vizion të qartë për qeverisja. Për qeverisja, po. Pjesën e ujnë e pishë, të dalim tek tematika tjera, me qenë se ju po kandidoni për vende në Asamblejë Komunale. Zotë Aliu, mund të na thoni çka do të bëni ju nëse arrini të merrni pozitën e asamblistit? Çfarë iniciativa do të ndërmerrni që të afroni qytetarët më shumë në komunën, që të ofroni shërbime më të mira? Çka prashe? Unë si kandidat cilën jam dhe dihet pozicioni i asamblistit i cili është, unë do ta mbështes programin e kryetarit Haliti, kështu që në gjitha programet që janë aty dhe shqetësimet të gjithë qytetarëve do të ngriti dhe do të marrë iniciativa të tjera të cilat janë deficit, se ne domethënë gjatë punës ka dhe deficite, se sikur të ishte më kry gjitha punët atër s'kishëm nevojë edhe me bisedu këtu, po do t'i përsosim edhe ato punë në mënyrë që qyteti i Vitis të jetën me të vërtet një qytet zvicran. Beta, çka prashi plani juaj në qoftë se arrini të bëni kështu asamblistë në Komendën e Vitis? Po, veç një diçka se më duar se edhe Majlinda ndërhyre. Nuk është në rregull në ndërsime që e banet edhe ndaj Majlindës e ndaj meja se i përket profesionit, sepse të dyja tina të shërby qytetarëve në profesionet e tona, edhe aktiviteti jonë vullnetar politik është pikërisht prapë për të shërby qytetarëve. Dhe për shkak se unë po ndërhy, nuk është asnjëherë në fakt kjo personale. Unë kam shumë respekt në fakt për juve, zotëria Aliu. E kam ndërhyrjen sidomos për shkak se unë mendoj se Sukol Haliti si kryetar ka bën një menaxhem të kaq sidomos në çështjen e ujit. Është shqetësim edhe jam i personal edhe këtë komunitetit tonë të fillon ndro bashkëtutje në për gjitha fshatrat. Këto në vëqë desha me sqaru. Çka kena me bën na si aleancë, po patjetër e ki fjallën pastaj. Është që sigurisht që do të angazhohemi të kemi zëri qytetarëve. Këto e kemi bë edhe vetë si opozit me çdo takime që kemi bë me komunitete të ndryshme të qytetarëve. Do të vazhdojmë ta bëjmë edhe si opozit, edhe si në asamble. Edhe këna mu angazhu fuqishëm për mi mbrojt projektet e tona që kemi, sepse kjo është programi jonë i aleancës. Përveç kësaj kena edhe plus projektet e tjera cilat janë shfaqur ndërkohë në bashkëpunim dhe në diskutime të vazhdueshme me qytetarët. Dhe kena më siguru që me pas një llogaridhënie, transparencë për çdo vendim që marrim në të mirë të qytetarëve. Po, domethënë, pak a shumë do t'i përmbajeni pravit që ka partia juaj për Vitin. Nëse mundem pastaj mendo disa prej tyre, po Ndërthemi sërish, zotë Edemiri, cili është plani juaj për asamblejë në qoftë se arrini të bëheni si asamblejë do kujdesim që kuvendi të jetë i hapur për qytetarët, ketë transparencë dhe llogaridhënie. Prioriteti jemi do të jetë infrastruktura lokale, shëndetësia, arsime, mbrojtja e qytetarëve, projekte të cilat ja përmirësojnë jetën qytetarëve, si dhe gjithashtu do t'i përfaqësoj duke marrë idetë e tyre, shqetësimet dhe duke i sjellë në kuvend. Kjo do të jetë qëllimi im gjatë 4 viteve si asamblejist.
gjithmonë nëse. Shabani, cili është plani juaj, çfarë iniciativa do të merreni nëse bëheni këshilltare? E para unë vetë se jam këshilltare. Edhe për një mandat. Se po, unë jam bartës e listës. Mendoj që e para mendoj që në krahasim me parti tjera të cilat po garojnë, lëvizja vetëvendosje vetë se e ka dhënë edhe vlerësimin e vetë, sa i përket edhe barazis në aspektin gjinor, ku e ka vendosur një bartës e listës femër, dhe për mua përpos që është privilegj, është edhe një përgjegjësi e madhe. Dhe unë kam dirën edhe kënaqësinë që krahas meje, Arsima Ademi, si kryetari i jashtëm i komunës së Vitis, ka me pas mbas vetit një ekip profesionale, sepse realisht lista jonë për asambleje është një listë gjithë përfshirëse, edhe sa i përket aspektit territorial, sepse kemi prej gjitha lokaliteteve, mirë por edhe sa i përket moshës, që ka mosha të ndryshme, që ka edhe profesione të ndryshme i nderuar, që ata profesione na kemi me respektu edhe kemi me marrë kontributin në gjitha profesioneve, në krahasim me juve që po mundoheni më na ndërsu, dhe natyrisht që ka me qenë ajo që unë kam e bo si asamblejiste ardhshme, është që zbashku me kryetarin e ardhje kemi me arrit që plan programin ton me jetësu për qytetarët e komunës së Vitis. Ne e dim që plan program qeverisës mund të bënë gjithë secili. Mirë po se sa mundet me qenë i arritshëm ai plan program, menoj që këto plan programi jonë qeverisës i lëvizjes dhe vendosje është pikërisht plan programi i cili ka me qenë edhe i zbatueshëm edhe i arritshëm për këto 4 vite qeverisë që kemi me pas, dhe parimisht e jonja janë disa parime apo disa shtylla bazë cilat na fokusohemi, cila është qeverisje e mirë dhe qeverisje në shërbim të qytetarëve, qeverisje me shërbime efikase, mandej kemi në fushën e arsimit, në sportit, në kulturën, në shëndetësi dhe në mirëqenien sociale. Këto kanë me qenë, domethënë, vetëm disa prej shtyllave kryesore që ne kemi paraparë në plan programin qeverisës, dhe për mua është nder dhe kënaqësi që unë kam i shërby kryetarit të ardhshëm, Dr. Arsima Ademi, që këto projekte mu jetësu edhe me qenë në shërbim të qytetarëve, dhe ajo çka unë ju garantoj kolegëve të me asamblesë, sepse po konsideroj që me qenë uroj të jemi kolegë, me qenë se jeni në gare, një uroj suksese, kam e garantu që kuvendi komunal, domethënë ka me pas respektin e plot prej qeverisjes, që une në krahasim me vitet e kalume që kam qenë asamblejiste, shpeshherë kemi pas edhe neglizhencë nga qeverisja aktuale si niveli më i lartë ekzekutiv. Andaj kritikat dhe opozita juaj kam marrë në konsiderat, dhe çdo shqetësim që e keni karshi qytetarëve, natyrisht që kryetari i jashtëm i komunës së Vitis ka me trajtu dinjitatshëm dhe ka me zgjidh secilin problem që e prek qytetarin edhe jetën e përditshme të qytetarëve. Faleminderit. Liu, patët kërkuat një replik? Jo, sa replik, po nëse e keni keq kuptu ato onën e profesionit, nuk e pata se së në nëshmoj, se edhe unë kom qenë vetë mësim dhënës, dhe nuk muhin me azi po në atë kuptimin që është problemi që nuk pe kuptën këtë onën tjetër, punat e ujësil si aparatur, në qëtë kuptim e thashë, nuk kom pas në qashtje ofendimin dhe këtë drejtim, kështu që po, nuk ka pas kur gjë, se çdo profesion e respektoj. Se si cilë e ka atë anën e vetë, po qëllimi këtë që me kuptu se për çka unë të u folë. Po, nuk kuptojmë na i ndërum, na e kuptojmë për çka kem të folë. A mundi me më veç edhe pak ta kry. Dëgjo, lëvizja vetëvendosje 4 vite që ka qenë në Kovend, që përmend edhe asamblejistja që është ende aty, 4 vite nuk e ka votu buxhetin komunal. Domethënë për qytetarë kjo interesant, nuk e voton një buxhet komunal, atëherë çush po mendon për qytetarë. A don më të arsyetuj ndërum si se kom votu, edhe kom thënë hapta se. Edhe kom thënë që sa herë që vjen një buxhet i tillë në kuvend komunal, nuk kam e votu asnjëherë. Nuk e voton buxhetin komunal dhe kalon buxheti komunal. Buxheti i komunës së Vitis, buxheti i komunës së Vitis, buxheti i komunës së Vitis duhet me i shërby qytetarëve të komunës së Vitis, e jo grupacioneve të caktuara i nderuar. E ka votu Jo, e kemi pa se sa janë marrë parasysh, e keni votu jo koalicioni qeverisës, e keni votu buxhetin. Cukur na themi tash ti qeverien e ka votu në vetëvendosja këtë buxhetin. Pikërisht, nuk kanë votu buxhetin.
Nuk e kom votu buxhetin se nuk e keni zgjidh nevojën më elementare të qytetarëve. Jo. Unë propozimet tona që i kemi pas si opozit nuk janë mirë fare parasysh. Dhe unë nuk e kam votu një buxhet që nuk i ka shërbyer qytetarëve të komunës së Vitis. Dhe nuk kam leju që nuk e shpërdor paraja publike. Nuk kam leju me u ke shpërdor paraja publike. Është ke shpërdorim i paras publike në moment që bëhet një investim, një asfaltim në komunë të Vitis, edhe që aja asfaltim, jo i nderuam, aja asfaltim është ke shpërdorim i paras publike në moment që asfalti po. Sa herë ke kërkuar në kuvend ti me to asfaltu rrugë atje. Asfaltët që duhet. A din se sa asfalti ki në komunë të Vitis me pranim e pa pranim teknik. Në moment që kam kërkuar i nderuam, është drejt me kërku kundër asfalteve që ju i keni shtruar i nderuam. Asfaltët duhet më ushtru me cilësinë më të lartë i nderuam. Nuk duhet brenda një vitet, jo i nderuam. Keni shtru asfalte i nderuam. Na kemi pa si që keni shtru asfalti jo. Duhet brenda vitit me intervenu disa herë në investimin që ju e keni bo. A është keq përdorimit i paras publika jo? A është keq përdorim në moment që investimit që bëhet qysh absolut. Qysh absolut. Komplet buxheti i komunës së Vitis me shku në betonizim. Keq përdorim i paras publike. Komplet buxheti i komunës së Vitis ka shku në betonizim i nderuar. Për këto akuza që ku është prokurori Jan Gjilan, ti shkon atje i tregon këto, qofse u bën keq. Unë kam tregu për 4 vite, vazhdoj me tregu akoma, dhe kam vazhdu me tregu akoma. Atje shko atje. Po thunë që se kom votu buxhetin, dhe ona të arsyetoj pjesën se nuk e kom votu buxhetin. Dhe jo shumë krenare se kom votu një buxhet të tillë. Se kom votu nuk e kisha votu as edhe një herë. Sepse buxheti i komunës së Vitis duhet me i shërbyer qytetarëve të komunës së Vitis. Dhe jo interesave të ngushta që kryetari ju i ka pas. Dhe grupacioneve të caktuara. Sipas me, jo sipas vlerësimit në terren që e kemi. Jo. Sipas planifikimet që ju i bëni nderuam planifikimet që e para se sa ka qenë transparent, se sa ka qenë ju i nderuar, sa ka qenë transparent se kol haliti na e kemi pa. Jo veç për 4 vite. E kemi pa për 12 vite. Jo, organizatat qytetare që peqesin në vend parë. Dalim terrenën shohim. Dalim në terrenën shohim jo organizatat. E sheh qytetari i komunës së Vitis që ballafaqohet me problemet e veta. Jo i nderuar. Shabani Aliu të marrë me mendimin edhe të Betës edhe të Demirit se përket investimin në infrastrukturën rrugore. A ka pas keq përdorim të buxhetit apo investimet të duhura, siç po thot Aliu, apo siç po akuzon Shabani? Në fakt, se i përket rrugëve dhe investimeve në rrugë, na i shohim përgjithë që të rrugë si janë bashkë, si janë ndërtuar. Dhe në fakt, klabinot vistime si kryetar, një prej pikave që ka më mirë në Zotëri Aliu është që po shumë punë kanë më qenë në prokurori. Në fakt, kjo është... Mos pret që janë në procedurë si për disa, po disa dhe kanë më qenë sepse na vjen si s'ka transparent Zotëri Aliu. Se qofse prit me arti aty atë s'pas ka më shku asnjë. Do të vim, po s'kena transparencë në dokumenta, çosin dokumenta dhe prandaj. Por ndryshe kemi më pa në prokurori. Çdo dokument, çdo kontratë që bëhet është në sistem atje, po. Investimet që janë bërë kot, që vish një shembull kështu absurd që e kemi, në Dëvëllde është bërë fusha e futbollit 2 vjet pasi është mbyll shkolla. Si arsyetoni ju që lloj investimi që është bërë? Për qytetarët të tjerë, sa qytetarë, 7 qytetarë. Atje janë të ndërtu, atje janë të ndërtu disa villa, ko gjyshëm. Dhe më thonë ti do shme afru infrastrukturë edhe për ata që shkojnë atje me banu. Turist apo qka do të qoftë do të me pas infrastrukturë. Dhe sa shprizot ajo, sa shprizot, na dhe i me qitë edhe rrugën edhe atje, është e planifikuar të Kodrafurës, ka me dalë, nështë juve ju do këtë investim jo i duhur. Po investimet të cilat bëhen dhe rrisin vlerën e pronës, ato janë investimet të duhur.
Investime të dura ku nuk shfrytëzohet prej vendeve të falenderuar. Ku na shfrytëzohet për të banorëve. Fshati Dobëlde është i boshatisë pothuajse. Kjo është pikërisht për qeverisë juaj nderuar, sepse e keni lënë harres Dobëldeën. Ju asnjë investim se keni bërë për fshatin Dobëlde. Tregoti mu çfarë investime ke bërë për fshatin Dobëlde. Fshati Dobëlde tu ka boshatis ty pikërisht prej harresës juaj. Prej harresës së qeverisjes juaj. Dhe çka bëni ju? Shkoni ndërtoni fush. Dhe ajo fush brenda një vitit ajo fush rrezikon ajo fush me u prish. Pikërisht për shkak të cilësisë dobët investimeve që ju i keni bërë. Jo i nderuar, jo. Nuk ka harruar, jo, veç pak ti përgjigj, nuk ka harruar fshati Dobëlde si po thosh. Fshati Dobëlde i nderuar. Fshati Dobëlde ka pasur rrugën bash qeverisjen në LDK-s kur kanë kemi qitur rrugën atje të parë. Në më thonë që nuk është harru. Në më thonë e ka pasur rrugën e asfaltu me qyshmat. Çka keni bërë për këto 4 vite për fshatin Dobëlde? Për 4 vite ata ju në konë bashatis këtë Çka keni bërë për 4 vite për fshatin Dobëlde? Kështu që nuk o që ashtu që është... Ju po të regëm çka ke bërë për 4 vite? Ishte duke funu veta për investimet në infrastrukturë. Tanë që do të ketë lënë që do të shkojnë në prokurori. Po, do të shkojnë patjetër sepse rrugë që janë bë, investimet që janë bë, ka domethënë dyshime që për këtë vërtërim, të fondeve publike. Kisha dashur veç pak me përmend që na prioritetet e kemi arsimin, ujin, shërbimet me atleta qytetare, me e-qytetaren që e kemi si aplikacion cilin do ta bëjmë gjatë qeverisjes sonë, edhe mjedisin e pastërt dhe të gjelbërt. Sot unë nuk e di që është mburën me parqe, madje edhe një herë kryetari në IKEA Sokolaliti kish premtu që të ta bëjnë një park beton, të betonizuar. Qysh në ka ardhur betonuna çdo rrugë, edhe për bujna një asfalt të keq, por një asfalt atë shishet me asfalte, edhe parqet po i premtojnë me asfalte. Edhe thotë që i kam 4-5 parqe në vitit, për derisa s'janë ato parqe, janë thjesht të shtruara me kaldrëm të keq, edhe i cilëson si park. Na kena me investu, edhe kena me siguru që me pas mjedise më shumë të gjelbra, dhe mjedise të pastra, po, a beton. Sidomos në për shatra. Nëse mund të lidhem këtu te asfaltet, te infrastruktura rrugore, asfaltet si nga qeveria qendrore, VV-s, si nga Lidhja Demokratike këtu në Vitin, lënë shumë për dëshiru, cilësia e tyre shumë me dobë, këto për bazoj këtu e po në teren. Asfaltet bile një këshilltar komunal, pa thonë që ma shumë po zgjatin asfaltet e çokoladave se asfaltet që i ka shtru Sokolaliti. Sa i përket VV-s e dim rrugën Pllokot Gjilan, sa herë është rregulluar, kur jemi te cilësia asfalteve dihet prej qeverisjes PDK-s se çfarë cilësie kanë qenë rrugë të shtrume, të gjitha janë në nivelin më të mirë të mundshëm që 15 vjet që janë shtruar. Domethënë që të dyja, unë shpresoj që qeverisja dhe qendrore të jetë një qeverisje më e mirë për shkak se kjo që ka qenë deri më tash s'ka tregu kur gjë, sidomos për anën tonë po flas. Dhe neve na duhet një qeveri efikase, edhe që punimet, investimet i bën cilësore. Për jo që shkam vazhdu deri këtu. Kur jem te parku, ne në program e kemi vesh një park në qytetin e Vitijës, atje te shkollat dëshmorë të Vitijës është një hapësirë rreth 3 hektarë, ku kemi të projektuar një park për qytetin e Vitijës. Dhe një shëtitore rreth lumit Marava që fillon nga stacioni autobusave dhe vazhdon për gjatë lumit Marava, si dhe një shteg të biciklistave për në rrugën Pozheran Viti. Po më vjen mirë. Ndërum nëse mundëm pak një replikë, po nëse mundëm. Po, nëse mund, po më vjen mirë do të kalojmë pjesën e fundit. Kolegës që po thot që ka një park, do më thonë pimorin ide të kryetarit Haliti, i cili veç ka qenë i buxhetum këtë, që kjo, po të mirë ndëgjoj, ta ju ndëgjova, ka qenë i buxhetum, do më thonë, po për shkak në asone, do më thonë kodin buxhetore ka ndalë ai park,
Kështu që nuk është ashtu drejtor. Ajo pjesë për parë është fut pi drejtorisë urbanizmit në planin zhvillimor komunal si part. Planin zhvillimor e ka në rregull, ama ai ka shtim është propozuar pi neve. Edhe pi meja si drejtor. Plani zhvillimor nuk ka të bëjë ma vonë keni më. Edhe kandidati i PD-s. Jo, ti shkon buxhet viti 2025. Ti marr projektet e tona. Buxhetin 2025 ka qenë aty, shkon kodin atje edhe e she, edhe ta tregoj masanej për këto, sa i përket asfaltit që po thot se protokolli kanë shtruar mirë, ne kur kemi ardhur në 2014 në pushtet që mi kanë, u dos me intervenu më njëherë në asfaltin atje të rruga kanë të lagja e sokolve. Jo, e keni prishë edhe asfaltin, e keni intervenu në asfaltin e mirë, por zera në viti, e keni prej pjesën veç me bo punë. A mundëm që të një video, veç për e shfaqim që të fusha të shosht që ndërtu, edhe brenda një viti është dëmtu, ka ragure, dhe sot është në rrezik, dhe me thonë, zënsi që luajnë këto, janë në rrezik, është fusha sportive të shosht, rrugës për Samakov, e sheni, dhe me thonë është mënyra se si është bo, edhe pozita që është marrë, dhe me thonë është rrezik sot paraqet ato, sepse fëmijët nuk din me matë rrezikun, kanë qef me pas e shuajnë një hapësirë për me lujt, që aty fillojnë me lujt, edhe qka? Dhe me thonë sot, ti veçitë i rreziku që ato qytetarët dhe fëmijët e shoshve. Që kjo është investim në qeverisë së kolalitit, më mirë keq. Në të tash, në të e tha këto, kështu, unë sot desha të shusht, fatkeqësive natyrore nuk mund t'ju dalë me para, do më thonë kjo është diçka tjetër, nuk është dëmtu presi, po ka rëshqit lejo, dhe ka dëmtu. Shumë normali është që aty tash do të me morat pjesë edhe me riparum, do më thonë, po, do të vërnojmë, edhe në këtë pjesë tjetër do të qitet beton, në mënyrë që mes me pas të lashe më të tjetë. A mundem edhe one shkurtimisht? Pse sheni dikun shkoni fotografoni, janë pak raste... Video, sepse janë raste që e vnojnë në rrezik fëmijët sidomos. Nëse nuk na të fol për arsime, për shkak sepse edhe zonja Malinda është këto dhe kryetari i partisë së saj ka qenë zëvendës ministër edhe nuk e di çka ka bë ai për edhe anjëherë sidomos problemin e arsimit në viti. E para po e një shumë mirë, Të kisha ftu e nderume, të kisha ftu shumë mirë. E para vetë fakti, vetë fakti që jene të kritiku doktor Arsim Ademin ka shumë, është pikrisht fakti që jo e konsiderani kundërshtarin më të fortë dhe kjo është vlerësim që i bëhet. Se po e shoh që ju kundërshtar tjetër nuk keni. Kundërshtari vetëm kundërshtari i vetëm në këto zgjedhje prej partive tjera të llogaritë dhe partinë që është 12 vite në qeverisje është doktor Arsim Ademi. Sepse doktor Arsim Ademi ka me qenë kryetari i ardhshëm i komunës së Vitit. Janë zëvendës ministër dhe jo e nderume, ka bush, jo e nderume, jo e nderume, dyqer dhe i ki në komunë të Vitis investime që ju bu prej qeverisë, dyqer dhe i ki e nderume, ti e din shumë mirë që sistemi i arsimit, në fakt, janë disa kompetenca dhe prej nivelit qendror që lidhen dhe me nivelin lokal. Qa ka bërë qeveria, me zëvendës ministrin Arsim Ademi, unë kam qenë, për pas angazhimit që ka pas deputat, edhe Arsim Ademi si zëvendës ministër ka qenë pikrisht faktori që shkolla e Pozheranit ka përfundu. I ki 2 qerdhe në komunë të Vitis, në 2 qerdhe i ki, po 6 vite, kishte qenë dikush tjetër në pushtet, nuk ish pas më zgjidh as edhe një herë. Dhe, më lejo ta përfundoj deri në fund sepse po çelën tema tjera. Për mua është realisht është vlerësim që ju i bëni kandidatit tonë në moment që e kritikani kaq shumë. Nuk është vlerësim, e vlerësoni mas mandatit të parë qeverisë se çfarë pune ka më bë kryetari Arsim Ademi. Keni me vlerësu. Uroj të jemi e nderume, uroj që të jemi prapë, uroj e nderume. Po e përmendon kohën. Nderume të kishe qenë jo veti të leadershipit ka treguar dhe tregon. Ne nuk premtojmë diçka që nuk është e parritshme. Nderume, lutem, nderume, unë kisha dashur shumë që premtimet e juja me qenë ma me kam për toke.
Premtimet tona janë të realizueshme nderuame. Sa i përket kandidatit ton, doktor Arsim Ademet, na jemi të bindur edhe vetë ju po tregoni sot këtu në këtë debat që ju e keni frikën kryetarit tonë të arshëm që vetë se kam e fitu. Ju po e kritikoni, ju e nderuame. Keni me vlerësu mas 4 viteve qeverisje. Kemi me pas kohë. Mleja veç të fokusohem tash në tema tjera. E para, po. Mleja veç ta përfundoj shkurt. Jo nderuam, nuk të ndërprejta mos më ndërprej. Nderuam. Po, edhe tani vazhdo me ta përfundoj mandej ndërlidhesh në temë. E para, problemet që ti i përmend bashkë me kryetarin tanë që është në ikje, keni pas kohë për 12 vite me i zgjidh, nuk e keni zgjidh. E para. E dyta, me kryetarin tonë në ardhje, doktor Arsim Ademin, investimet në komunën e Vitis nuk kanë me qenë të pa planifikume. Secili investim në komunën të Vitis ka me qenë i planifikuar, i mendu mirë, i nderuam, mlejo ta përfundoj deri në fund. I mendu mirë dhe ka me qenë në shërbim të qytetarëve. Sheshin që ju e keni bërë në komunë të Vitis, nuk kemi me bëj eksperimente sikur ju që keni bërë. Me dronjët që ju i keni mbjell në sheshin e Vitis, mas një javë ju ata dronjë keni largu. E keni kënd të lojrave në sheshin e Vitis, që as edhe 1 cent nuk është investuar për i kryetarit juaj aktual. Dhe del fol për fëmijët që i konsideron e ardhmja e vendit tonë, dhe nuk ka investu as edhe 1 cent për një kënd të lojrave i nderuam. Jem të fol për një gjë shumë patike. Ajo çka po du me vanor. Po i nderuam. Me doktor Arsim Ademin në qeverisjen tonë, investimet kanë me qenë në shërbim të qytetarëve. Teresa, kjo tha pe përmeni unë asnjëherë se kum përmen Arsim Ademin, kështu që s'ka të bëjnë, nëse bëhet vlerësimi me ata, ti 100 herë ke përmen Sokol Halitin. Kështu që po më doket pjak i frikën, a? Sokol Halitin e komentar, Sokol Halitin, a dhe përse po përmen Sokol Halitin? Sokol Halitin e konfirmen, nderuam, Sokol Halitin e konfirmen edhe e këmtu me marrë guximin, me marrë në seancat të kuvendit komunal, edhe mu ballafaqu me investimet që ai ka bu. Ti e din që prej pësimit që ai ka pas prej zgjedhjeve qendrore për deputet, ai nuk e ka shkel kuvendin komunal i nderuam. Nuk e ka shkel kuvendin komunal. Ju në shpallë zgjedhjet komunale. E ka shkel ligjin se ka pru informatën e punës i nderuam. Që jenë në gjykat. Jo mor, ai kish punu mirë, kish pru informatën e punës. Kish bo punë të mirë i nderuam, e kish prezentu. Informatën e ka dhënë në portalet e pagume i nderuam. Le dal në debate televizive. Le ta shpalos programin e tij. Shumë i thjeshtë. Dy ftesa që kanë qenë për debate televizive nuk ka marrë pjesë, jo portalet, jo s'po i fendoj. On po flas për portalet që ka dalë kryetari juaj. E ka emitu, edhe plus televizion e ka emitu, dhe më thonë që... Jo, nderuam, është hapësirën televizive mundet me marrë gjithkushe për me prezentu diçka që përkoj me realitetin apo jo. Jo, ndërim, krejt ka kërkojmë na, krejt çka kemi kërku ne, ka qenë që kryetari juaj, i nderuam, krejt çka kemi kërku, krejt çka kemi kërku ne, kërkesa jon ka qenë që kryetari juaj dhe kryetari në ikje i komunës Vitis me qenë transparent. E vetëm një gjë që kemi kërku. Jo, fare s'ka qenë transparent. Transparent nuk është në asnjë investim që është bo. Përkundrazi, po mundohet ke qeverisjen e vet që ka bo, me mbulu me investimet të qeverisë që janë bo në komunë Vitis. Edhe auditorit vlerësimin që e ka. Nuk ka ne kështu pru në seancë të kuvendit komunal. Një pyetje, a e dina ka ardhur raporti i auditorit në seancë të kuvendit komunal? A je informuar? Përfundu. A e ke marrë ftesën për seancë të kuvendit komunal që është më datë 29? A e kisi pikë 3 ditës raportin e auditorit? Që është obligim ligjor me ardhë? Po prap nuk e ka sjell. Prap se ka sjell. I ki gjetjet e auditorit i nderuam për secilin vetë që i ke pas. Jo i nderuam. Jo, auditori, ndëgjoj, ti transparent ata e shpallën vetë atje e qesin. Transparent është marrë me mallëneve në kuvend komunal, i nderuam çka ka punë. I nderuam. Transparent është kur del investimet e qeverisë, thotë që janë investimet e qeverisë, e jo investimet e mia. Që kjo është transparent. Që kjo është transparent. Jo, se kemi parë. Kreç ka duhet në komunë të Vitis, ka të me të tam leja. Sepse shpeshar këta arsyetimin e ka për financa.
Baraj Çka duhet të ndërruar është me pas vullnet e dia. Kjo duhet. Edhe kjo ka marrë me Arsimademi kryetar. situacion investimet, po janë Zoti Demiri, pse duhet të pyetja fundit për të kapur që jeni pjesë. Kush e fiton kush e fiton vitin dhe pse duhet qytetarët më votu juve për asamblesë në zgjedhjet e 12 tetorit? Edhe LDK-ja 12 vjetë ka pas pushtetin, ka pas kohë mi zgjidh problemet, edhe VV-ja tash ka pas pushtetin një kohë gjatë, edhe Arsimademi shpresoj që nuk e ka atë mentalitetin e qeverisë qendrore, sepse ka qenë një qeverisi e dështuar e din krejt qytetarët. Ne kemi ofertën më të mirë, kandidati ynë ka programin më të mirë të kapshëm që zgjidh problemet e qytetarëve të komunës Vitis. Edhe për këtë qytetarët duhet të votojnë Bekim Azizin për kryetar të komunës Vitis, për shkak se i njeh mirë problemet e komunës Vitis, jeton me to edhe ka një program të mirë për zgjidhjen e tyre, të kapshëm. Zbatushëm. Beta, se duhet qytetarët më votu juve për asamblejiste dhe kush do të fitojnë garën për kryetar të Vitis? Se spari për më këthi viq pak debateve është fyse nga kryetari në ikje, Sokolariti, vetëm këtë që nuk del në debat të përballet me kandidatet tjerë për kryetar, për shkak se programi i tij edhe pushteti i tij 12 vjeçar do të më përball me kundërshtarët e tij. Nuk janë krejt votues të Sokolaritit. Ka dhe me thonë një pjesë e madhe qytetarëve që nuk janë për ta, janë në partitë e tjera dhe prandaj që do të më përball me pushtetin. Se duhet më votu juve dhe kush e fiton garën? Për shkak se Ravinot Bislimi ka treguar për 4 vite që është i vetmi opozitar në komunën e Vitis, i vetmi i cili ka bë opozitë në Viti, dhe i cili ka treguar se në punën e tij edhe ka treguar një program që për 4 vite i cili është bë nga terreni në takim të çdo ditë me qytetarët. Dhe mendojmë se kemi një vizion, kemi një program të mirë, i cili mund të realizohet për kundër dyshimeve që i kanë kundërshtarët e tanë, dhe thjesht e meriton me vizionin e tij, me punën e tij, me intelektualin e tij që është si personalitet, e meriton që të votohet me 12 tetor. Socialiu, pse do të votu qytetarët juve për asamblesë dhe kush do të jetë fituesi i garës zgjedhore? Qytetarët e Vitis do të invitojnë për asamblesë Lidhjen Demokratike të Kosovës sepse e ka listën më të mirën dhe të cilët kanë treguar që kanë punuar për qytetarët e Vitinjës dhe programin të cilin do ta shpalos me të katërtin dhjetin kryetari Haliti, sigurisht do t'jeni prezant, do ta shihni se një program është mjaft cilësor dhe që do t'i rrëmbullakson shumë projekte të cilat veç kanë filluar dhe ato do të përfundojnë në mandatin tjetër dhe projekte të reja të cilat janë në plan për të realizuar. Prandaj Sokolariti e njeh çdo çështë të Vitinjës, domethënë plan dhe i din çdo rrugë, çdo rrugicë, si themi, aty ku ndoshta edhe vetë ne që si dimi ku jetojmë aty, ai i di kështu që qytetarët e dojnë që një njeri që i din problemet e komunës Vitinjës do t'i zgjedhë. Edhe ju, zotja Shabani, çka për fund? Para, mendoj që tash vetë është e qartë që alternativa e vetme qeverisëse është lëvizja vetëvendosje dhe është Dr. Arsim Ademi kryetar komune. E dyta, sa herë që po kundërshtohen këta mes veti, bjen që këta kanë qenë në bashkëqeverisje dhe realisht na e kemi pa edhe qeverisjen që ju e keni pas. E dyta, qytetarët e komunës së Vitis e dinë që opozita e vetme në komunën të Vitis ka qenë lëvizja vetëvendosje, këto e kemi dëshmuar. Këto e kemi dëshmuar, këto e kemi dëshmuar, këto e kemi dëshmuar
Veç pak, me leja ta përfundoj deri në fund. Opozita e vetme në komunë të Vitis ka qenë lëvizja vetëvendosje, këto e kemi dëshmu edhe në kuvend komunal. E treta jo, mendoj që manipulimin i në të e bu vetë, keni qëndru në bashkëqeveritje. Se keni qëndru, keni mujt me e prisht, lutem me leja ta përfundoj deri në fund. Sepse sa herë që po kundërshtoni, po bëni në kundërshtim andej me parimet e juaja, dhe kjo nuk është fare e sinqert. E dyta mendoj pikërisht, sepse realisht mendoj që në sy të qytetarëve e nderuame. Leja ta përfundoj si opozitë që e nderuame. Opozita e vetme në komunë të Vitis është lëvizja vetvendosje. 8 asamblesë i ka pas lëvizja vetvendosje në kuvend komunal dhe këto e kemi dëshmu dhe vazhdojnë ta dëshmaj. Edhe të cilët Leja ta përfundoj. nuk e kanë dhënë betimin. Me leja ta përfundoj deri në fund. A betimin se kanë dhënë. Përbes i ndërum nuk po tregohesh fare i sinqert, edhe nuk mund është dështimet e kryetarit juaj me impulu në këtë formë. Jo, absolut. E fundit, unë mendoj që qytetari i komunës së Vitis, qytetari i komunës së Vitis duhet me votu Arsim Adhemin për kryetar komune, sepse komuna do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe komuna nuk do të jetë pronë e një individi, siç e ka shndru kryetari aktual i cili tashmë është në ikje. Dhe unë konsideroj që qytetari i komunës së Vitis tashmë është i bindur. Andaj unë sot edhe përmes kësaj hapësire televizive, po du me falenderu gjithë secilin qytetar për mbështetjen që është duke e dhënë, dhe sidomos mbështetjen e qytetarëve që i kemi edhe në heshtje. Dhe unë jam e bindur që ndryshimet që i duhet komunës së Vitis ka me ndodh me 12 tetor dhe kryetari i jashtëm i komunës së Vitis do të jetë Dr. Arsim Ademi. Sokol Haliti Gorani në shumë shpejt. Do t'ja faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Debati. Beta faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra për debatin e sonte. Faleminderit që na ndoqët.